Në podcastin e radhës, unë jam shumë e nderuar që kam të ftuar doktorin në mjekun endokrinolog Dashamir Gjergji. Faleminderit që jeni sot në studion tonë për të folur rreth një patologjie, një sëmundje shumë të përhapur që është tiroidia. Doktor, kjo sëmundje është zakonisht e heshtur apo na shfaqet me ndonjë shenjë që ne ta kuptojmë kur fillojmë të kemi këto probleme? Tani faleminderit për ftesën, kënaqësi normalisht jam me ju sot. Ajo çka desha të them është që tiroidia praktikisht është gjendër, është organ endokrin në organizëm dhe smundshmëritë e saj janë të shumta, janë me qindra, mos them me mira normalisht. Por e rëndësishme është ndoshta për dëgjuesin të di me pak fjalë, me pak gjëra, që tiroidia është një gjendër shumë e rëndësishme endokrine, është një gjendër që mban një rol ekstrem important, rëndësishëm në trupin tonë, sidomos sa i përket pjesës e energjisë së organizmit, pjesës se si le të them e merr ushqimin, e përpunon ushqimin, pjesës se si e djeg ushqimin, është shumë e rëndësishëm për rrafit e zemrës, është shumë e rëndësishëm për zhvillimin e trurit, është shumë e rëndësishëm për shëndetin riprodhues, është shumë e rëndësishëm për aktivitetin seksual, është shumë e rëndësishëm për pjesën fizike. Pra, le të them, pavarësisht është një gjendër ndoshta 15 gram, 20 gram, por nga funksioni dhe rëndësia është ekstremisht e rëndësishme për trupin. Nëse ne kemi filluar të prekemi nga kjo sëmundje, ka ndonjë shenjë tipike që mund ta vëmë re, domethënë, apo thjesht duhet të shkojmë për ekzaminime për të na treguar që e kemi si problem? Tani, pra thamë është organ. Dhe si çdo organ praktikisht ka smundshmëritë e veta. Smundshmëritë e gjendës endokrine zakonisht janë smundshmëri infektive, janë smundshmëri mekanike, le të them, janë që mund të jetë nga trauma të caktuara, nga rrezet të caktuara, nga problematika të caktuara, mund të jetë smundje maligne të tiroidës që ndodhin jo pak herë dhe këto. Dhe fatkeqësisht ndoshta këtu ja vlen të ndalemi pak, sepse në intervistën e fundit ose le të them në një nga studimet e fundit që është botuar në gazetën Lancet, që është një nga gazetat më prestigjioze, revistat më prestigjioze botërore, fatkeqësisht konstatohet fakti që kanceri i tiroidës është shumë fishuar në raport me vite më përpara, jo thjesht me dekada më përpara. Dhe që nga pandemia e këtej, pra nga 2020 e në vazhdim dhe në ditët ku ne jemi sot, mund të themi që shifrat janë të frikshme. Pra, për nga rritja e smundshmërisë patologjike maligne, pra e smundshmërisë kanceroze të tiroidës. Pa të që t'i trem njerëzit. Një gjë është e vërtetë, nëse dikur ne në 100 vet që dërgoni për biopsi për shembull, do dilnin 3 apo 4 me probleme maligne, nëse ne sot dërgojmë 100 vet, dalin 3 herë, 4 herë më shumë se sa më përpara. Tani se ku qysh tek, përse janë shtuar, sigurisht që ka debate, ka le të them diskutime pafund profesionale, por ky është fakt dhe është diçka le të them, nuk po e them thjesht për informacion, për statistik, po e them që njerëzit duhet ta marrin seriozisht, dhe sidomos personat që kanë lytha në tiroide, pra që kanë kokra në tiroide, kryesisht mosha e re, ato që shohin që mund të zmadhohet shpejt, pra një mas në pjesën e përparme të qafës, duhet orientohen shpejt te mjeku, sepse me procedurat që ne kryejmë ne, le të them, e parashikojmë ose e predikojmë, le të them, në esencë nëse ky ka një lloj risku për të bërë smundje maligne apo jo. Ndaj smundshmëritë e tiroidës janë të shumta. Pra që nga ato më banale të infektive që mund të preken nga smundje, për shembull kur kalon njeriu një grip, një gjë, meqense jemi dhe në këtë sezon tani të virozave, në jo pak raste, virozat nuk hikin 100%, po mbeten në gjendën tiroide dhe për më vonë pastaj krijon inflamacione virale që ne i themi tiroidite. Pra, le të them smundshmëri infektive, po dhe tumorale tani janë shtuar shumë, smundjet këto lythat e tiroidës janë shumë problematike në Shqipëri, zmadhimi i gjendës tiroide, gusha që njihet ndryshe, me dhe pa lythe prapë është problematike etj etj. Po shkaktarët kryesor kush janë, me që flasim edhe për shtim të rasteve, ka ndonjë shkaktar mendoj? Nëse do të themi specifikisht për shtimin e kancerit, akuzohet shumë pandemia, pra akuzohet shumë COVID-19, pra pretendohet që virusi ka modifikuar në një farmasë imunitetin tonë dhe duke modifikuar këtë imunitet, ka krijuar probleme, le të them, ndoshta ka dobësuar fuqitë mbrojtëse të organizmit si barriera, pra kundrejt këtyre problematikave dhe ka bërë më vulnerabile, më të brisht, le të them, dhe të shtohet kjo rritja e smundjes kanceroze. Por mos me folë për teoritë konspirative që shkon më tej, që akuzojnë dhe vaksinat e tjera, por duke qenë që unë jam mjek profesionist nga 22-23 vjet, le të them si specialist, pas statistika mirëfilli nuk mund të flas për as të akuzojmë vaksinat, as të mbrojmë vaksinat, as të akuzojmë le të them një X apo Y procedura apo problematik. Por fakti është që le të them jemi në këtë terren, pra
smundshmëria është shtuar shumë për shkak këtyre problemeve, është shtuar shumë për shkak të ndotjes si ka ambienti aktualisht, jo vetëm Shqipëria, por flasim për gjithë botën, nuk janë statistika shqiptare. Ushqimet janë modifikuara thuajse që të gjitha, fatkeqësisht, ambienti është i kontaminuar me plastik, ambienti është i kontaminuar me valë elektromagnetike etj, sepse kemi përmendur ndoshta edhe në emisione të tjera, por një gjë është e sigurt që organizmi është më në trysni, më në presion se sa çka qenë dekada përpara. Doktor, nga eksperienca juaj, jam të prekura gratë apo meshkujt dhe ndonjë target group në moshë konkrete që ju e ndeshni më shumë? Praktikisht nga sëmundjet e tiroidës preket të dy gjinit, por sigurisht prevalon më shumë gjinia femërore, le të them 4 deri në 5 herë më shumë pra preken femrat në raport me sëmundjen e tiroidës sa burrat, se sa meshkujt. Por le të themi çrregullimet e tiroidës nuk janë thjesht pra këto smundshmëritë që thamë infektive dhe të ndryshimit të formës. Mbi të gjitha, por ne si specialist na intereson kur ndryshon funksioni i gjendës tiroide. Sepse tiroida nuk është kot në organizëm, pra bën një lloj pune, prodhon hormonet e saj dhe nga këto hormone varen ato që thamë në fillim, pra ato procese fiziologjike që trupi i kërkon nga tiroidja. Por nëse tiroidja sfazohet, pra çrregullohet në funksion, që ose mbiprodhon më shumë ose nënprodhon, atëherë sigurisht që trupi do ta vuajë në njërin formë apo tjetër, në varësi të problemit që ka ndodhur, pra do vuajë pasojat le të them të çrregullimit funksional që janë. Doktor, sa i takon shtatzanisë, pra në një shtatzani ndikon fuqishëm tiroidja dhe cilat janë pasojat që mund të na sjellë? Po, do vite këtu, po ndoshta lam pa përmendur dhe faktin cila është fasha, pra grup mosha, le të them, targeti social që është më i prekur. Sigurisht mosha e tretë është më e prekur, sidomos femrat, sepse kjo ka lidhje edhe me menopauzën, pra le të them ndryshimet e ciklit menstrual bëjnë një lloj çrregullimi në organizmin e femrës dhe për të përshtatur tiroidja e ka pak më të vështirë. Dhe në shumicën e rasteve në hipotiroidit, pra këto pakicet e jodit, zakonisht i prekim në këto gratë që janë mbi 50 vjeç, kryesisht janë në menopauzë. Lidhur me shtatzanin. Vetvetiu shtatzani është një lloj stresi, është një lloj, si të them, ngarkese fiziologjike për femrën, për nënën, dhe duke qenë e tillë, është si puna një makine, them në herë me shaka, që makina njihet në malore, në sforca, jo në kushte normale. Ndaj dhe shtatzania, duke qenë një sforca, një le të them stres fizik për organizmin, e bën më të mundshme le të them hapjen apo përhapjen më të shme të smundjeve të gjendës tiroide. Megjithatë, doktor, shumë interesante se mjekët e tjerë profesionistë, vetëm kur je shtatzan të shtyn për ta bërë këtë analizën e tiroidës, të tjerë zakonisht nuk të shtyen edhe nëse ti ke shfaqur disa probleme të tjera. Mos duhet një edukim më shumë i këtyre profesionistëve për ta dërguar pacientin më shpejt te specialisti dhe Tani kjo meriton ja 2 emisione në vetëm, mos them më shumë, domethënë. Pra nëse flasim për kulturën e përgjithshme shëndetësore, fatkeqësisht jemi dobët, pra unë nuk e mohoj këtë gjë. Nëse flasim për protokollet, sigurisht që Shqipëria ka bërë shumë hapur përpara në këtë drejtim, se mos harrojmë që përpara 20 vitesh ndoshta këto hormone bëshin shumë rrallë pra të tiroidës, sepse e tillë ka qenë dhe infrastruktura dhe zhvillimi dhe ekonomia e gjitha me rrallë, por sot për fat të mirë, përse ngulet më shumë këmbë te gratë shtatzëna ose te gratë që do përgatitet për të qenë shtatzën. Pra e mira do që tiroida të kontrollohet përpara sa të mbes shtatzën femra, në mënyrë të tillë që edhe fetusi mos ta vuajë një çrregullim gjendës tiroide, dhe jo në pak raste gratë që kanë probleme me funksionin e tiroides e humbasin fëmijën, pra bëjnë aborte, e bëjnë zakonisht aborte habituale që quhen të zakonshme, sepse mjafton që kjo analiza TSH, që është një nga analizat më të rëndësishme që ne bëjmë për tiroidën, të mos jetë në ato limitet që ne e duam, pra në vlerat fiziologjike, atëherë përpasoj bebi i arshëm, pra bebi që është në mitrën e nënës nuk e merr zhvillimin e duhur. Ndonjëherë ma kanë keq kuptuar konotacionin kur unë flas për inteligjencën, shumica e fëmijëve që lindin pa tiroide, pra duhet bëjmë marrëveshjen e fjalës, të janë pa tiroide, e kanë shumë të vështirë të kenë një zhvillim të mirë psiqik, një zhvillim të mirë psikologjik, pra nuk rriten normalisht. Ndaj është e mira që të kontrollohen që në ditën e parë të lindjes të fëmijë. Ndaj gjithë bota e bën dhe ne për fat e bëjmë aktualisht, pra testimin e hormoneve të tiroides dhe në momentin e lindjes. Pra shtatzania nuk është që është le të them e privilegjuar, pra të thonjë për të bërë ekzaminime. Po vetvetiu duke qenë një problematikë e tillë, pra ne jemi pak më të ndjeshëm se nuk bëhet fjalë për një individ, bëhet fjalë për 2 individ, bashkë dhe me bebin në rast konkret. E kuptoj. Doktor, po se takon stilit të jetës apo dhe stresit ndikojnë këto në tiroidën tonë?
e gjitha panorama është kompleks. Është si një pikturë, pra ka shumë rëndësi gjithçka. Smundshmëritë zakonisht janë gjenetike, pra nuk përjashtohet mundësia që nëse prindërit kanë vuajtur me tiroide, shanset janë mëdha që edhe fëmijët vuajnë me tiroide. Por mos harrojmë që gjenetika është njëra anë, pra është le të them, në thonjza bonusi që ne kemi gjenetikisht nga prindrit tanë, nga prarësit tanë. Po pjesa tjetër çfarë bëjmë ne me këto gjene. Ndonjëherë për të kuptuar ndoshta fenomenin, unë e shpjegoj me një lloj dhuntie të caktuar. Për shembull, nëse ke një dhunti për art, për pikturë dhe nuk e ushtron, ajo dhuntia do ngelet e fjetur. Edhe për sport e tjerë e tjerë. E njëjta gjë është edhe për smundshmërinë. Nëse ke një gen problematik defektos dhe ti ja jep shansin këtij geni pra që të smurët, atëherë sigurisht që s'mund të del. Por nëse ke një gen defektos, por ti e ndjek le të them me dietën, me gjitha gjërat e tjera dhe bën një jetë le të them selektive ose më mirë le të them të përshtatshme me problemin që ti ke, mbase kjo nuk vjen, pra problematika ose shtyhet shumë në kohë. Nuk e di nëse ma kuptuat sensin e shpjegimit. Po sa i takon ushqyerjes, jashtë rëndësishme mënyra se si ne ushqehemi, pra? Po, për shembull, debatet e mëdha që kanë qenë prej kohësh në endokrinologji, kryesisht me dietën e tiroidës, është dhënë jod me shumicë te popullata. Këtu në base ja vlen, qëndrimet kanë ndryshuar shumë. Kanë ndryshuar shumë sepse jodi nuk është që bën dëm vetvetiu, por nëse japim doza të mëdha të jodit, shanset janë të mëdha që më shumë humbasim, më shumë e smurim të smurin me tiroide, se sa të le të them e kurojmë. Nuk është vetëm jodi problemi me tiroide, kryesisht është seleniumi, pra elementi më i rëndësishëm dhe në dietë, pra për të ardhur te pyetja juaj, po edhe në shëndetin e tiroides është seleniumi. Pas selenium, tiroidja ka shumë të vështirë të bëjë dhe sintezën e hormoneve të saj dhe mbi gjitha të bëjë konvertimet e hormoneve në periferi, atje ku duhen. Sepse hormonet prodhohen, paketohen, le të them, si një postë e caktuar, transportohen nëpërmjet gjakut me makinat e tyre përkatëse dhe shkojnë nëpër qelizat shenjë, atje ku duhet bëjnë veprimin, ku është i detyruar të bëjë përgjigjen fiziologjike. Ndaj në rastin konkret, nëse japim jod kot, le të them, jod me doza të mëdha, pa qenë i bindur se çfarë po bën, e mira do të që mos ta japim sepse më shumë dëmton. Por kjo s'do të thotë që dieta me përmbajtje jodi nuk është e mirë. Pra dieta me përmbajtje jodi në kushte fiziologjike është shumë e mirë për gjendjen tiroide. Por njëkohësisht po ngul këmbë shumë te seleniumi, sepse Hashimoto, që është smundja kryesore e tiroides, që është një tiroidit, pra është një smundje autoimune, kronike, e ka bazën te problematika me seleniumin. Kryesisht pra akuzohen nivelet caktuara seleniumit që e japin këtë gjë. Dhe nëse e mbi ngarkojmë të smurin ose individin qoftë i shëndetshëm dhe fëmijë me jod të tepërt, sjell Hashimoto. Pra në vend që të na ndihmoj, le të them, tiroiden e smur në këtë rast. E kuptoj. Nuk e di më kuptuat atë. Doktor, a ka ndonjë mënyrë që kur pacienti domethënë shkon drejt një operacioni, kur është faza e tij, pra dhe është e ka të pashmangshme? Nëse vim te operacioni është fundi i gjës. Pra smunja ka degraduar dhe Po jo, nuk është e thënë ndonjëherë sepse mund të qellojë që të jetë në fazat fillestare i smuri, kupton, por ka rrezikun e lartë. Pra ka rrezikun për të bërë kancer, këtë që po flasim. Pra fatkeqësisht shikojmë që shtuar shumë numër siç e thamë në fillim, dhe ne jemi detyruar që një smur që ka rrezik për të bërë një smundje malinje, nuk mund ta lesh të presi. Personalisht që ta dinë teleshikuesit, ato që na ndjekën, unë nuk e dua operacionin. Përgjithsisht nga natyra si mjek, unë as barna nuk i kam qef. Sepse një gjë është e sigurt që kur fut një kimikat në organizëm, nuk është që bën vetëm mirë, pra nuk është një karamele në thonjza, për shkak ka për fëmijët që ti le të them memori dhe u embulsua. Pra barnat kanë dhe efekte anësore pafundësisht. Aq më keq interventi, operacioni. Por kur ne shkojmë në operacion, do të thotë që mjeku nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Kur them mjeku specialist, mjeku i mirë. Se sot për fat keq në shoqërinë shqiptare janë bërë gjithë mjekë, janë bërë gjithë jurista, janë bërë gjithë oficerë kriminalistike, gjithë ekspert tërmeti, nuk di ç'të them. Fatkeqësisht me certifikat kemi pak, pra me diploma kemi pak, dhe të aftë në praktikën e përditshme fatkeqësisht kemi pak. Doktor, po një tiroide e cila lihet e patrajtuar, pra e cila agravon, cilat janë rreziqet për pacientët që ta dinë domethënë? Pra jemi pak a shumë të pyetje që bëhen, pra te pjesa e operacionit, pra ku shkojmë te operacioni? Ne shkojmë te operacioni nëse masa e tiroides është shumë e madhe. Ne shkojmë te operacioni nëse kjo tiroide e shtyp të smurin, i shtyp rrugët e arit dhe ka të vështirë që të marr frymë ose të flej. Ne shkojmë te tiroida pra tham kur ka probleme me smundjet malinje të saj. Ne shkojmë te operacioni gjendës tiroide kur shikojmë që ti ke ezauruar mikimin me barna për shembull, 2 vjet, 3 vjet, ta zë maksimumin. Ne shkojmë te operacioni gjendës tiroide
në qoftë se ka dëmtime të mëdha të syve, sepse tiroidi është lidhur shumë me syt, dhe po keni parë njerëz që kanë sy të mëdhej, zakonisht në rrugë, ato janë që gjithë me tiroide. Dhe ka raste që sado që ti e mjekon mirë funksionin e tiroides, atë sëmundjen bazë ka sjell, për shembull Bazedov që quhet se Graves, atëherë sërish syt mbeten ashtu problematik, pra të dalë, të fryrë, edhe me rreziqe të mëdha. Ndaj ti e detyruar të heqësh tiroiden si gjendër, në mënyrë që të qetësohen dhe syt. Të duket çudi, po që këto janë vërtetën në klinikën e përditshme. Ndaj, degradimi i këtyre të smurëve mund të sjellë pasoja afatshkurtër dhe fatale ndonjëherë, sepse tiroida thamë që në fillim që është e lidhur shumë me zemrën, me ritmin. Dhe shumica e smurëve me tiroide bën aritmi të rënda, bën fibrilacione gjëra, dhe në varësi të aritmisë ka rrezik për të bërë tromboz. Kur bën tromboz, ose paralizohesh larg qoftë, ose ngel aty, ose ke probleme shumë të rënda pastaj me komplikacionet afatgjatë që jep. Ndaj, ideale do kishte qenë që të ketë një kontroll periodik, sidomos fashat me risk, pra grupet me risk që kanë të tiroides. Grupet me risk janë mosha e tretë që tham, gratë kryesisht, personat që jetojnë në malësi, në zonat malore, në zonat kodrinore, duke qenë që aty janë smundshmëritë më të shpeshta të tiroides për shkak dhe të mungesës jodit që tham dhe të seleniumit, ndaj këto lloj grup moshash, le të them, dhe këto lloj fashësh sociale duhet të jenë më të predispozuar për të ndjekur për të bërë ekzaminime. Megjithatë, unë pak kam dëgjuar raste që është shfaqur edhe në fëmijë të vegjël, në mosha që janë ndoshta 2 vjeç, 3 vjeç, keni patur? Ne kontrollojmë që në lindje, ditën e parë, jo vetëm që 2-3 vjeç, 2-3 vjeç është shumë. Pra praktikisht duhet kapur që javët e para, ditët e para të jetës, mënyrë që mos kenë kaluar 6 mujore apo 1 vjeçari i parë, por mundësisht 6 muajt e parë të jetës. Janë shumë të rëndësishme, viti i parë shumë i rëndësishëm. Por të bërë një rritje sa më të mirë, pra jo vetëm fizike, por edhe psikologjike. Pra ju rekomandoni që një analizë e thjeshtë mund të bëhet edhe rutinë tek fëmijët e vegjël. Duhet të jetë i detyruar. Po, pra çdo fëmijë që lind sot në Republikën e Shqipërisë. Për shembull, mos më ka rekomanduar. Me sa di unë, çdo fëmijë që lind sot te ne në Republikën e Shqipërisë teston të sashëm. Por nga pikpamje organizative unë nuk jam organizator, pra unë jam mjek specialist, kupton. Pra ju rekomandojmë popullatës që duhet ta bëjnë, që në momentin e lidhjes. Pra prindrit të cilët shkojnë për një procedurë mjekësore, me atë rrugë mund t'i bëjnë edhe këtë analizë. Nëse një individ jeton qoftë 120 vjet, 130 vjet, predispozita për të smurë me tiroide është që ditën e parë të jetës deri ditën e fundit të jetës. Nuk ka le të them, bravo, në këtë sens. Për të kaluar disa mite apo fakte, pra, personat thuhet që personat me probleme me tiroidin nuk duhet të shkojnë në plazh, ose duhet të shkojnë në plazh. Cila është e vërteta? Tani tentuam që ta shupësh e pamundur me një emision që të themi gjitha, pra në qoftë se i smuri ka tepritës të jodit, ka tepritës të gjëndave prodhimit të hormoneve të tiroides, nuk e rekomandojmë plazhin. Për shkak se duke marrë jod më tepër, pra do përkeqësohet le të themi kjo gjë, dhe vetvetiu për nga klinika që ka, pra problematikat që ka ky lloj smuri, nuk e toleron siç duhet pjesën e diellit. Por është e domosdoshme vajtja në plazh te personat që nuk kanë teprisë të jodit, por kanë pakicë të jodit, ose që e kanë tiroide normal. Sepse nëpërmjet diellit tiroidja funksionon më mirë. Funksionon më mirë kur ka dhe vitaminën D në krah, sepse janë të lidhura gjithë gjërat. Ku ka diell, thon, nuk hyn mjeku, pra në sensin dielli është shërim, dielli është kurim, dielli është gjithçka. Dielli, ajri, sigurisht janë elementet bazë dhe uji, elementet bazë njeriu. Pa këto nuk e përjashtojmë dot në një individ, qoftë një popullat caktuar që mos të shkojnë. Këto janë mite përgjithsisht. Janë mite nga ato që s'kan studiuar asnjë ditë dhe që certifikohen si. Është vërtet që tiroidja të bën me nerva, se na përdorja me tiroide dhe më lërë se me nerva? Po, atëherë stres? Po, edhe kjo është pjesë e kulturës së madhe që ne kemi shëndetësore. Sepse ne me tiroide sot në Shqipëri, po ja them kemi 50%, 60% popullatës. Dhe nëse ne do pretendojmë që 50% janë gjithë smur nga trut, sepse kanë probleme me tiroiden, atëherë bien themi që jemi gjithë një shoqëri e smur. Praktikisht jo. Pra, në qoftë se tiroide sigurisht e ndikon pjesën tonë të humorit, pjesën tonë të mendimit e tjerë, por kuptohet kur është i smur jo thjesht me një zmadhim, apo jo thjesht me një kokur, apo thjesht me një infekcion, pra kur ka probleme të funksionit të sfazuara shumë, pra të shkura le të them në ekstrem, pra që të pamenaxhuara mirë. Sa i takon grave shtatzanësh, mi apo e vërtet që dhe nëse trajtohen medikamente, mund ta pra kundra tiroidës mund ta dëmtoj fetusin? Tash vetë pyetja është pak le të them e ngarkuar, që nën kupton.
Në qoftë se një smur ka tepris diodi 6 xanis, duhet ta mjekoj se s'bën, sepse përndryshe bebi nuk jeton dot siç duhet, nuk zhvillohet dot siç duhet. Por kur ne përzgjedhim barnat që i japim në momentin e 7 xanis, mundohemi të gjejmë barna që nuk e ka përcejnë placentën, nuk e ka përcejnë murin nën fëmijë. Edhe i gjë do kenë parasysh dhe njerëzit që krijojnë mitet. Ai mjeku që e trajton, ai profesionisti që ka bërë 30 vite shkollë, që ka mbaruar absolut gjitha nivelet, që ka gjithat eksperiencë, i ka menduar që gjitha gjërat, pra si në thonjza ai inxhinieri ku pjek atë ushqimin atje, që e di fare mirë kur është temperatura kritike, që as mos ta djeg ushqimin dhe as mos ta le pa pjek ushqimin. Po sigurisht. Mjeku dhe jo mitet. Po sigurisht, atëherë a ka këtu rrisje, për normalisht që ka, sepse nuk po vjen për qefi smuri. Pra një nën 7 zën, vetëm nga halli detyrohesh i japësh barna, se me qef askush si e barna. Pa diskutim. Po këto janë gjëra, le të them, elementare që duhet i di një nivel pastruesit në kushtet e spitalit. Pa diskutim. Doktor, edhe një mesazh tjetër që po më lind dhe si pyetje për gjithë mjekët. Tashmë njerëzit po përdorin shumë internetin, chatin për të marrë përgjigje për smundjet e tyre. Ke ndonjë mesazh për të dhënë në rast? Po kam një mesazh, në qoftë se janë selektiv për ta përdorur, nuk ka gjë të keqe. Pra, chati ka informacione përgjithsisht shumë të sakta. Pra nuk e mohon kush të gjë, sepse chati është një algoritëm i madh inteligjent, i përgatitur nga struktura shumë të fuqishme aplikative të informatikës, dhe merr mendimet tona më të mira profesionale për t'i ofruar në mënyrë le të them koncize të ngjeshur për një lloj informacioni. Por chati nuk mund ta përdorë dot çdo njeri. Dhe në qoftë se chati të jep një informacion, kjo s'do thotë që ti e bëre diagnozën nëpërmjet chatit. Kjo s'do thotë që ti e bëre e morë mjekimin nëpërmjet chatit. Chati mund të jetë thjesht një udhëzues ose ndoshta për dietat, për këto informacionet le të them të lehta që i duhen një smuri. Por nuk mund të mendoj që një smur do trajtohet me chatin, pra do diagnostikohet me chatin dhe do mjekohet me chatin. Kjo është marrëzi, duhet shkojmë te mjeku, thjesht një informacion të përgjithshëm gjithë të rishikuesve, sepse s'mund të jetë chati doktori ynë. Jo, ka ndodhur që bëjnë veprime të tilla dhe përfundojnë në urgjenca, përfundojnë me komplikacione shumë të rënda. Keni pasur ndonjë rast, doktor? Me dhjetra. Po e sigurt. Dhe nuk është që kanë thjesht me chatin. E çuditërisht janë popullat që ndikohet shumë nga komshiu, ndikohet shumë nga një që i thotë, shiko, dikush në Danimark për këtë problem ka marrë këtë gjë. Dhe kanë arritur ndonjëherë fatkeqësisht dhe ilaçet e femrave mund t'i përdor një burr. Pra, deri në këtë pikë shkon marrëzia në këtë vend, po ndoshta kjo është një temë tjetër që patjetër që do. Unë kam mesazhin e të qartë. Rrjeti mjekësor në çdo cep të botës është organizuar në mënyrë të tillë që mos të shpëtojë asnjë gjë. Që do thotë, porta e parë ku duhet trokasim është mjeku i familjes. Sa do të mos ta zem, mos jetë specialist në mjeku i familjes për gjithçka, mjeku i familjes orienton dhe menaxhon as sa dia i bëj dhe pastaj orienton aty ku duhet shkojë, ta zgjidhi. Po jo këtë gjë ti ta bësh ku di unë duke parë, duke lexuar të gjëra në internet, apo duke dëgjuar se çka ka bërë një eksperiencë dikush i ngjashëm me ty. Kjo nuk ka sens. Absolutisht. Okej, faleminderit. Nëse keni diçka për shtuar që ju ka ngelur merak rreth patologjisë që folëm. Tani unë ta thash dhe në fillim, pra mund të kem bërë mbi 500-600 intervista të tilla, por një gjë ndjej se sa herë mbaroj intervistën them që më duket sikur s'kam thënë as 10% gjëra që doja të thoja. Ndaj ndoshta do ngelet për herë tjetër në intervista të tjera dhe media të tjera. Dhe pa diskutim që do jeni ftuar dhe faleminderit sërish për. Mesazhi është i thjeshtë me pak fjalë që ta mbyllim dhe këtë gjë, pra të ndiqen me mjekun dhe mos ta neglizhojnë shëndetin, kaq. Faleminderit ju. Faleminderit doktor.